Ish truproja i Fatos Nanos, Viktor Agolli, ka folur dje mbi grushtin e shtetit të 1998-s, ku opozita asaj kohe sulmoi godinën e kryeministrisë. Në një emision, ai u shpreh se Fatos Nano arratis nga godina dhe u strehua në Maqedoni, teksa deklaroi se i fundit që u largua ishte Edi Rama. Mirë po me të, ka replikuar Arben Malaj, ish ministër i qeverisë Nano, dhe që ka qenë brenda asaj godine më 14 shtator 1998. Ai ka rrëfyer atë që sipas tij është e vërteta asaj që ndodhi brenda kryeministrisë. Reagimi i plot. Truprojat e çdo politikani apo të drejtuesve të institucioneve kushtetuese meritojnë mirënjohje. Problemi i tyre është deformimi i historisë pas disa viteve për t'u përshtatur me rrethanat përfituese. Kësaj sëmundjeje nuk i ka shpëtuar dot astori. Ja pse Fatos Nano nuk ka dashur të largohej nga godina. Kemi qenë disa ministra që këmbgulëm, pasi urrëtia vrastare e kryengritësve të PD-s ishte drejtuar ndaj Nanos. Kryeministri dhe qeveria kishin bërë të qartë se mbrojtja e kryeministrisë do të bëhej pa provokuar dhe goditur protestuesit, 100% ndryshe nga ajo që ndodhi më 21 janar. 3. Protestuesit e armatosur sulmuan kryeministrin duke plagosur komandantin e gardës, Licaj. Garda e Republikës Ra, por më e rëndësishme është që ajo protest nuk u kthye në një përleshje të përgjakshme. Protestuesit hyn brenda kryeministrisë dhe godisnin si të çmendur. Kishin mbetur vetëm 3-4 ministra dhe po mbroheshin nga plumba, duke u mbështetur pas kolonave mbajtëse 2 kate më lart. Kur humbëm shpresat dhe rreziku vdekje prurës po na afroi, plumbat po na rrethonin nga çdo krah. U fol se Berisha kishte marrë telefonata paralajmëruese dhe kërcënuese për t'u tërhequr nga kryeministria. Pikërisht atyre telefonatave nga Washingtoni, Berisha ju bind menjëherë, pasi dështuan të pushtonin kryeministrin. Protestuesit u sulën drejt gardës, ku u rrëmbyen një tank. Partia Demokratike u bë e para parti në Evropë pas viteve 90 që mbajti përpara se lisë së saj një tank luftarak. Se kush iku i pari apo i fundit nga godina e kryeministrisë nuk ka shumë rëndësi, por të vërtetën e dim vetëm ne 4 të fundit, që fatmirësisht i shpëtuan vdekjes. Përbetimi i Torit se i fundit iku Rama është i pavërtet dhe i pasinqert, sepse Tori iku më shpejt se të tjerët për të shoqëruar kryeministrin, pra nuk është dëshmitar okular. Garda besoi se në atë kohë nuk kishte drone për të ndjekur në kohë reale zhvillimet brenda kryeministrisë. Tori ndoshta pa vetdije, por ndoshta pa me qëllim përfitues, mashtron opinionin publik, pasi nuk ka qenë dëshmitar okular i zhvillimeve të fundit në kryeministri. Ky sqarim nuk ka të bëjë me Torin, por me të vërtetat historike, të cilat nuk mund t'i deformojë as vetë Tori.